Si ish aty? Këto fenomene sigurisht që janë të rrezikshme dhe të rënda për shoqërinë tonë, veçanërisht për një popull që si me llogarit nuk jemi 1 milion krejt rritur. Rrezikshmëria tani më nuk është vetëm nga pasojat që kemi pas gjatë luftës dhe nuk kemi mujt me rehabilitu, se dhe ato janë një akter, po na në vazhdimsi jemi në luftë për mbijetesën nga grupet e caktume. Kur thom nga grupet e caktume është keq me thonë, do shta mund prap në ndërhyni dhe të mos pajtohen shumë me mua, po do të vi koha do të pajtohen. Grupet e caktume të cilët investojnë në mënyra të ndryshme, përfshirë edhe mediat, përfshirë edhe kurse trajnimet që marrin për rini, brapa së cilave fshihen ide dhe çështje të tjera. Kur flasim për kurse në emër të religioneve, mbahen kurse të gjuhëve të huaja, mbahen yoga. Media padoshme paragjiku se është e domosdoshme për informim në jetën moderne media, po ka grupe të caktuara të portaleve me interesa të caktuara grupore, të cilët ta dokumentojnë një fakt ose ta bëjnë të besueshëm një fakt për cilin ty të bën me mendu është apo nuk është edhe a duhet pranohet apo jo. Tash, kur jemi të rrezikuar nga gjithë këta faktorë dhe institucionet tona nuk e kanë fuqinë as ekonomike, as profesionale, madje tani më nuk e kanë as vullnetin për të shku përpara, na duhet ta ngrisim vëmendjen dhe jo veç t'i shohim sot ndodhi kjo dhe ta paragjykojmë momentale, po e të mos nxjerrim asgjë. Në duhet nxjerrim me domosdoshmëri diçka nga ajo. Kur flasim për fytyrat publike që jepen, Irlanda ka vendosur mos me i publiku fytyrat e kryesve të veprave penale, sepse ka llogarit që ata shumë nga të rit po e bojnë për krenari dhe për emër rrosje. Unë nuk po them që duhet me bëhet edhe në Kosovë. Mirë po spaku të marrim idetë dhe përvojat e shteteve të zhvilluara, çka ata janë duke bërë, që mund të bëjmë na. Na i kemi malet se e kemi një shembull cilin duhet t'i targetohemi. Çka po bën ky shtet, çush pja bën ky shtet, pja bojmë na. Nuk na vjen shumë punë, na vjen vullnet. Edukimi familjar që është në mes të thikës, që thojmë që është e vështirë për prind me definu se si do ta udhëheqë një fëmijë, dhe shkollimi bazik është qërësi kryesor për një shoqëri të shëndosh. Intervenimet e para që shteti duhet t'i bëj është në shkollimin primar, që është obligativ, në strukturën e saj legjislative. Besoni ose nuk mos e besoni, nuk ka një strukturë legjislative për grupacionet dhe trajtimin e personave me rrezikshmëri për këto veprime dhe personave të cilët ka nevojë për asistencë në zhvillimin e tyre deri në moshën e adoleshencës. Nuk ka brenda shkollës. Dhe të udhëhiqet një shkollë njëjtë sikur individualisht që udhëhiqet një familje është dështim total. Nuk di çka me thonë tjetër, veç e di që sa i përket strukturës ligjore në gjykat, veprimet janë procedurale të caktuara, të definuara, veprimet mirën me shpejtësi, thonë si kjo, po rrezikun që unë e shoh të ardhmen, nëse ky trend kështu vazhdon, na edhe kemi me pas vrasje, edhe nuk kemi me pas heq dorasit. Se ligjin sikur çdo vend botës është i kufizuar në disa raste në faqet, dhe sikur që ju iku në çdo shtet tjetër dhe nuk arrin ndoshta me 50 vjet e 60 vjet, ndoshta edhe kur me u identifiku kryesi i veprës penale, ashtu ka më në ardhur koha edhe neve. E përmendit edhe Donjeta për armët